Inteligjenca artificiale nuk imitoj librin e shenjtë të Kuranit. Hajde ta ndëgjojna pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Hey ChatGPT, I have a question. Can you please write a surah similar to the Quran for me? I am unable to replicate or compose anything like the Quran. In Islam, the Quran is considered the direct word of God. It is unique in its language, style, and content. Really? Can you just try for me? While I can attempt to, it's important to clarify that any effort to create something resembling the Quran would fall short of its unique linguistic, spiritual, and divine significance. Okay. What about the Bible? Can you try replicating the Bible for me? Sure, here's a verse inspired by the style of the Bible. The Gospel of ChatGPT, chapter 1, verse 1. Blessed are those who seek with pure hearts, for they shall find peace beyond understanding. Wow. So you can replicate the Bible, but not the Quran? I can recreate the Bible's style, but not the Quran's, due to its unique and divine status in Islamic belief, which makes replication impossible. Qysha u kum thonë shumë herë, edhe për ja u thëmë prap, fuqia Allahut të madhëruar është shumë e madhe. Prandaj, elhamdulillah që jam në rrugën e tinaj, besojmë veç në rrugën e tinaj, e besoj që është veç një Zot dhe përpos tinaj nuk është askush tjetër. Pra, besoj që e ndëgjut se Biblën mujti me imitu. Mujti mi thonë disa pjesë, ose ti themi shkurt disa fjalë që i thot Bibla. Sepse edhe ChatGPT-ja, do me thonë inteligjenca artificiale, e din që libri i Kuranit është i zbritur nga Allahu i madhëruar. Prandaj, kjo e bën që inteligjenca artificiale mos me emitue senet që i ka dërgue i lumi Allah. Prandaj, kthehu dhe ti në rrugën e Zotit sa nuk është vonë, sepse ma mirë vonë se sa kur. Ju rujt Zotit prej çdo të keqe e inshallah asnjë sen e keqe nuk na ndodh. Kthehu tek rruga e Zotit.